Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës Ti pyet, Kurani përgjigjet, për sot kemi pyetjen cila ishte feja e profetëve dhe e të dërguarve të Allahut sipas Kuranit të shenjtë. Pra një nga pyetjet e rëndësishme në historinë fetare, pra është pyetja që cituam, vallë, a kishin profetët dhe të dërguarit Allahut fe të ndryshme apo një fe të vetme? Kurani jep përgjigje të qartë dhe të prerë se të gjithë profetët dhe të dërguarit e Allahut ishin në një fe të vetme, që është Islami, me kuptimin në nënshtrim i plot ndaj krijuesit Allahut fuqiplot, një i vetëm dhe i pashoq. Kurani thot se feja e pranuar tek Allahu është Islami. Për këtë, në ajetin 19 të surës Ali Imran, Allahu i madhuar thot: Bismillahirrahmanirrahim, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Me të vërtet, feja tek Allahu është Islami. Ky ajet nuk flet vetëm për kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, por për ligjin hyjnor në të gjitha epokat. Kurani thot se të gjithë profetët thirrën në një fe të vetme, të njëjtë, të përbashkët. Kurani e shpreh qartë unitetin e misionit të profetëve. Dhe këtë në ajetin 13 të surës Ash-Shuara, ku thot: ai ju ka bërë fe atë që ja porositi Nuhut, dhe atë që ne ta shpallëm ty o Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, dhe atë që ja porositëm Ibrahimit, Musait dhe Isait. Mbajini fen dhe mos u përçani në të. Sipas këtij ajeti, profeti Nuh, profeti Ibrahim, profeti Musa, profeti Isa dhe profeti Muhammed, paqja e Allahut qoftë mbi të gjitha, të gjithë ishin pra në një fe të përbashkët, ndonse me ligje të ndryshme praktike. Kushdo që e lexon Kuranin, do të shohë se ai, pra Kurani thot që feja e të gjithë profetëve ishte Islami. Për shembull, Kurani thot se feja, që Islami ishte feja e profetit Nuh alayhis salam. Dhe për këtë në ajetin 72 të surës Yunus thuhet: fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin. Por nëse ktheni shpinën, dijeni
se unë për jush nuk kërkoj kurfar shpërblimi. Shpërblimi im është vetëm tek Allahu. Mua më është urdhëruar të jem prej muslimanëve, pra prej atyre që i përulet dhe i nënstrohet Allahut fuqiplot. Kurani thot se Islami ishte feja e profetit Ibrahim, paqja qoftë mbi të. Për këtë flet ajeti 67 në surën Ali Imran, i cili thot: Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushrikin. Ibrahimi nuk ka qenë as hebre, as i krishter, por ka qenë besimtar i vërtet, monoteist, musliman i përulur prandaj Allahut dhe nuk ka qenë nga politeistët. Kurani thot se Islami ishte feja e pasardhëse të Ibrahimit, paqja qoftë mbi të. Këtë e thot ajeti 132 në surën Bekare. O bijtë e mi, padyshim Allahu ka zgjedhur për ju fenë e vërtet, prandaj mos vdisni ndryshe veç se duke qenë musliman, pra të nënstruar ndaj Allahut. Kurani thot se Islami ishte feja e profetit Jakub, paqja qoftë mbi të. Në ajetin 133 të surës Bekare, Allahu i madhëruar thot: A ishit ju të pranishëm kur Jakubit ju ofrua vdekja dhe i pyeti bit të bit: Çfarë do të adhuroni pas meje? Ata u përgjigjen, pra bijtë e Jakubit u përgjigjen: Ne do të adhurojmë Zotin tënd, që është edhe Zoti i etërve të tu, Ibrahimit, Ismailit dhe Ishakut, një Zot të vetëm. Ne ati i nënstrohem, pra ne jemi musliman. Kurani thot se Islami ishte feja e profetit Musa a.s. Për këtë në ajetin 84 të surës Yunus thuhet: Wa qala Musa Ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. E Musa i tha: O populli im, nëse besoni Allahun, mbështetuni tek ai, nëse jeni musliman. Kurani thot se Islami ishte feja e profetit Jusuf a.s. Në ajetin 101 të surës Jusuf thuhet: Wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Bëj që të vdes si musliman dhe më shoqëro me punë mirët, pra në botën tjetër. Kurani thot se Islami ishte feja e profetit Lut, paqja qoftë mbi të. Në ajetet 35-36 të surës Dhariyat thuhet: Ne i nxorëm të gjithë besimtarët që ishin në atë qytet, ndonse aty gjetëm vetëm një shtëpi muslimane, pra që ishte shtëpia e profetit Lut a.s. Kurani thot se Islami ishte feja e profetit Isa, Mesihu, i biri i Mariamës, paqja qoftë mbi të, dhe mbi nënën e tij. Në ajetin 52 të surës Ali Imran thuhet: Falamma ahassa Isa minhum al-kufr قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Kur Isai vuri re mos besimin e tyre, tha: Kush janë ndihmuesit e mi në rrugën e Allahut? Dishepujt, nxënësit e tij, u përgjigjen: Ne jemi ndihmuesit e fesë Allahut. Ne besojmë Allahun e ti, pra o Isa, dëshmo se ne jemi musliman. Kurani thot se Islami ishte feja e profetit Sulejman, paqja qoftë mbi të. Në ajetin 42 të surës Naml thuhet: Sulejman i tha: Para saj na është dhënë dituria dhe para saj jemi musliman, të nënstruar ndaj Allahut fuqiplot. Kurani thot
se Islami ishte feja që e përqafoi mbretëresha e Sabes, Ballkisa. Në ajetin 44 të surës Naml thuhet, ajo tha, pra mbretëresha e Sabes, o Zoti im, me të vërtet unë e pas kam dëmtuar veten time, pra e kam bërë padrejtësi vetes time, dhe tani bashkë me Sulejmanin i dorëzohen për Allahut. Pra janë muslimanë. Kurani thot se Islami ishte feja në të cilën hyn magjistarët e faraonit kur Allahu ua udhëzoi zemrat dhe ata i bën sejdë atij, duke thënë Rabbana afrigh alejna sabran wa tawaffana muslimin. O Zoti ynë, na jep durim të madh dhe na bëj të vdesim musliman. Të dashur vëllezër dhe motra, në surën Ali Imran ajetin 85 thuhet se vetëm Islami është fe e pranuar te Allahu fuqiplot. Ajeti thot, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, nuk do t'i pranohet dhe në ahiret, botën tjetër, do t'i jetë nga të humburit. Ky ajet nuk mohon profetët e mëparshëm, përkundrazi, i përfshin të gjithë, i bashkon në një fe dhe i përmbyll profetët e misionin e tyre me profetin Muhammed, paqja e bekimit Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, pas të cilit nuk vjen më as profet dhe as i dërguar nga Allahu fuqiplot. Së fundmi, themi se sipas Kuranit të shenjtë, feja e të gjithë profetëve ishte Islami, që do të thotë në nështrim i plot ndaj Allahut fuqiplot. Thirrja e profetëve ishte e përbashkët. Thirrje pra në besimin në Allahun, në moralet e mira dhe në veprat e mira. Ndryshuan vetëm ligjet, sepse çdo profet kishte kohën e tij dhe ligjet pra ishin në përputhje pra me kohën. Por nuk ndryshoi besimi. Islami nuk është fe e re, por feja origjinale e njerëzimit. Kurani thot se Islami është feja e zgjedhur nga Allahu për të gjithë njerëzit. Në ajetin 3 të surës Maide thuhet El-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot ju apërsosa fen tuaj, e plotsova mirësinë time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Pra, feja e të gjithë profetëve dhe e të gjithë të dërguarve, sipas Kuranit të shenjtë, është Islami. Me kuptimin pra, në nështrim i plot ndaj krijuesit Allahut fuqiplot dhe zbatim i ligjeve, urdhave dhe porosive të Allahut të madhëruar. Qofshim për muslimanëve të sinqert në këtë jetë dhe inshallah për banorëve të xhennetit në jetën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.